sabat deri tash namaz xhumos, ku me ditë sa gjunahe kemi bo, ku me ditë sa gibet kemi bo, ku me ditë sa haram kemi shiku, ku me ditë sa haram kemi vepru, ku me ditë sa her imi shah, ku me ditë sa her kemi rrejt, ku me ditë qëfar kamat e kina hangër, e kina marë, ku me ditë qëfar mashtrimi kina bo, ku me ditë sa gjunahe e kina bo. Ti kujton që e bone një gjuna se pa kurkush edhe ajo ka përcej. Kiramen katibin, ja'lemune ma tefalun. O hoq, o imam, o profesor, o arsimtar, o intelektual, o tregtar, o biznismen, o punëtor, o shef, o njeri i thjesht, o djalë, o i vajzë, o burë, o i grue, krejtna që ka bëjmë, dikun regjistrohen. Thotë Allahu dhu gjelal, ahsahu Allahu wa nesu, Allahu krejti ka regjistru, edhe pse njeriu ata i ka haru, edhe andaj kur e sjell Allahu dhu gjelal njerin ditë në kiametit, veç Rabbul Alemini me atë, si që thot Ibn Abbas radhiyallahu anhu, mas e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu Allahu laysa bainahu wa bain Allahi terjuman. Se cilit Allahu një ka me i fol mes ti dhe Allahut nuk ka me pas për këthys. E ka me në marë Allahu se cilin mu edhe ti, hoxhën edhe gjematin, imamin edhe gjematin kejt. Sa i që manë qalme dhe gjybe nuk ka imunitet, nuk ka jam nestum, përgjësia ti është edhe ma e madhe se e gjematit. Se cilin për neve ka me marë Rabbul Aleminin pyetje. Edhe ka me në nxjerë veprat tona, ato që na i kina bom sheft, ato mashtrime, ato hile, ato tradhti, ato vjedhje, ato hajni, ato që janë konë shefta. E si ka marrë vesh kërkosh për njerëzve, edhe pse sjetë sen pa u marrë vesh se sot në këtë dunja. Ama ti ke mendu se si ka pa kërkosh, si ka regjistru kërkosh. E ka me në nxjerë Allahu dhu gjelal para nesh. E kam i thonë, o robi jem, atë kujtohet këj moment. S'mun është me thonë së më kujtohet. S'mun është me thonë se ku më bon. Si thej fmit e tonë të shpija kër e bëj një shërë, kush e ka bo? Se di. A e ka bo, ama thë se di. Nuk kalzën. Edhe me ndonë se ashtu ka me shpëtu. E ti kim nuk kamerën edhe ka inqizu. Edhe e ka po kush e ka bo edhe ja qëtë kamerën, thu, kush e pas ka bo? A bo unë e bona po zdeshta. Qashtu ka me në bo Rabbul Alemini neve ditë në kiametit kejtve. Ka me në nxjerë para veprave tona, andaj pëndohuni sot krejt ju besimtar. Wa tubu ila Allahi ejuhel mu'minun la'allakum tuflihun. Dhe pëndohuni krejt ju besimtar të Allahu, nëse doni të shpëtoni se pasha Allahu në madhë pa pendim, s'ka shpëtim. Hoq koft apo gjemat koft. Tubu ila Allahi gjemian ejuhel mu'minun la'allakum tuflihun, se s'ka shpëtim pa pendim. E atere, kime mundu më arsjetu, kime mundu me gjithë argumente, s'ka argumente se faktet që flasin kundër te janë bindëse. Bile kur do mundoheshti me konë oratore, avokati vetë vetës, thëtë Allahu dhu gjelal, el jaume nakhtimu ala afuahim, wa tukellimuna ejdihim, wa të shhedu argjullum bima kanu jaksimun, sot na vam shelim gojat, pa qepim gojat. E flasin durët edhe kam të tyre dëshmën, për atë që i kam bo. O vlazni, për qëtë duhet me kujtu vdekjen. Andaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ekthiru dhikra hadimil ledhat, shtone përmendjen e shkatruesit të knasive. O ti djalë që i ki bo 20 vjetë, qka pret, pse spendohesh sot sa je i ri. O ti që i ke bo 30 vjetë, qka pret, pse si përvjel kratë me bo veprat mira sot sa ke mundësi. O ti që i ke bo 40 vjetë, alas je pjek, alas je bo burë, alas ke marë përsi për përgjësi. E ti që i ke bo 50 vjetë, ki jetu ma shumë se sa ki me jetu, qka pret. E ti që i bo në 60, ku me ndonë me shku.
e ti që i bone 70, e ti që i bone 70, hala me ndonë me jetu, e ti që i bone 80, as ka marrë malin me shku të Allahu në xhenet. Ej, ana për ditë po shohim, mbrenda këtij mujit, vdiq njani 42 vjeçar, vdiq tjetri 55 vjeçar, vdiq treti 42 vjeçar, vdiq treti 39 vjeçar, vdiq tjetri 58 vjeçar. A e kuptoni se shumica atyre që kanë vdekë rreth e përshaknesh dhe që na e kena marrë vesh kanë qenë mes 30-tave edhe të 50-tave. E ti që ki bo 20 e 30 thu ka vakt, e ti që ki bo 40 e 50 thot unë hala jam i ri, e ti që ki bo 60 e 70 thot hala ka vakt edhe pak, e ti që ki bo 80 asot donë mu pendu. Ore besimtar, ketë na kena me shku të Allahu dhu Gjelal, as ku ishpe neve s'ka me mend këtë dënja, heq as njoni, ku e ki babën, ku e ki gjyshin, ku e ki migjen, ku e ki stërgjyshin, ku janë ata? Kanë shku të Allahu dhu Gjelal. Edhe na, ketë na që i nësot këtë gjami, mas 20-30 vjetë dhe shumica për neve s'kanë me konë. Ama ka dalim o vllazni, kur e mënojmë vërë, njeri që ka qenë besimtar, shahadetin e ka thonë, namazin e ka falë, agjërimin e ka majtë, zeqatin e ka dhonë nëse ka pas me dhonë zeqat, haqin e ka kry nëse ka pas mundësi me kry. Ka dalim të madhë, kur e vendosim varë këtë njeri, edhe kur e vendosim ma tjetrin, që ndoshta shahadetin e ka thonë her pas here tek e tuk, ama namazit hiq që ka bon një shanë. Agjërimin ndoshta e ka majtë, ama gjatë agjërimit një që në zeza ka bon. E zeqat e haq as i ka shku menja me bo. Ka dalim mes këti edhe këti. Allahu dhu Gjelal thot, inne alladhina qalu rabbuna Allah, thumma istaqamu tatanazzalu alejhimul malaikatu an la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum bihi tu'adun. Ata që thënë Zoti jem është Allahu dhe rinë besnik në këtë rrugë, besimtari devotshëm e i sinqert, momenti kur ata e japin amanetin, e japin shpirtin, u vinë me laqet e i thëjnë, mojnë e men, se cilit për neve në momente ku kina me vdek, kanë me na ardhë me laqet, nëse jemi kontë mirë me na thonë, en la të khafu, wa la të ahzenu, mos u frigoni, as mos u mërzitni, mysh dhe për ju gjeneti që Allahu va ka premtu. E diti me vllazni, kur është njeri i smund, me smundje të rëndë, edhe i vjen njeku i thot, elhamdulillah, rezultatet tu janë shumë të mira. Elhamdulillah, ilaçi ka pas efekt. Atë shumë gëzohesh që të shtohet ymri, atë shumë gëzohesh që ti po shnoshesh, që ajo ka e kalume jo të harohet. Para mendon momentin e vdekjes me ardhë me laqet me thonë, mysh dhe për ty se të gjenet jenis me shku. S'ka dhimbje, s'ka piklim për ty në momentin e tillë. Ama kush për neve ka garancë se kështu ka me pas fundin e ti. E Zoti përse bovë, në atë moment kur ti jetë për dhonë shpirtin, ku ti jetë u pas se qka ka me ndodhë me ty në tona, e vinë me laqet e të thëjnë, vaj për ty ku jetu shku, këtu një ke jetu, ndoshta probleme vështirësi ke pas, ama atje ku i shku s'je përgatit, atje shumë ma keq ki me pas. Sa është randë me dhonë shpirtin në atë moment, ashtë ma randë bëhët, sepse lajme që të vinë për atje janë lajme pikluse dhe mërzitëshe. A dhe o vlazën, unë edhe ti sot na e përcaktojmë të ardhmen tonë, me pendimin e sinqerë që kemi ndaj Allahu dhu Gjelal, dhe me angazhimin tonë serios me mbush jetën me vepra të mira, se vallahi këta ajo që na lodhemi, angazhohemi, zihemi e rrihemi me zvete për të grumbu pasuri. A e keni pa kur kujt pasurin të vores ja kanë shti? Ato pallatet e mdhoja që na i bëjmë, ato keret e mira që na i kemi, atë pasuri që na e palojmë,
as kujt të vorën vorë s'ja kanë shti, po dhe me janë shti në vorë nuk i bën dobi, o vllazni. Edhe faraonave në piramide e kanë shti altonat e tyre, mirë po kur i kanë zbulu edhe i kanë qelë piramidet, ato altone i kanë marë, i kanë qunë muzej. Po edhe njerëzit kur i gjojnë do altona për vore, i marë, i zvalon aty, po edhe me to nuk i bën dobi. E dini çka të bën dobi o ditë? Që ki namaz që e falë, që këtë abdes që e merë në këtë ditë e ftofta, që e gjërim që e bën në ditë në zetë verës, që atë haqë e zeqat që e jep pasurin të e donë, e të dhimet që me mund e ke fitu, ama kur vjen vakti zeqatit, hisë se me ndonë 2.5, 1.40 është Allahu dhu gjelal, edhe unë atë kam me dhonë. E kush i ka gale këtë gjëra sa është gjallë, momentin e vdekjes, veç fillon me qesh, veç fillon me u gëzu, me myshdën që jep Allahu dhu gjelal. Andaj tha Imam Shafiu rahimullahu ta'ala, o njeri, linde duke qaj njerëzit për rëtheje e qesheshin, mushe jetën me veprat mira, që në momenti ku njerëzit për rëtheje kanë me qaj, ti t'jesh duke qeshur. O vllazni, kështu është jeta jonë, e nisim të kajt, ama inshallah e përfundojmë të qesh, nëse kena mush jetën me veprat mira. Për ndryshe, o vllazni, sa kemi kajt ku kemi le, shumë ma shumë kena me kajt ku të vdesim nëse s'kena veprat mira. Nëse si kemi kriju obligime ndaj Allahu dhu gjelal, nëse si kemi kriju obligime ndaj njerëzve, nëse s'kemi lyp halallëk njeri për tjetrit për gabime që i bëjmë njeri ndaj tjetrit. Andaj besimtari duhet mja pas gale obligimeve ndaj Zotit fillimisht, po edhe obligimeve ndaj njerëzve, nëse donë që në momenti kur shkon të Allahu dhu gjelal, aj me pas mirë edhe mbarë, edhe në momenti që vendoset në vorë, kur këtë familje e ti qajnë në bivorë, aj tjetë i qeshun e i gëzum, e ta shef vendin e vetë kë e ka në gjennet, e të thotë Zotit dhu gjelal, ja Rob e kimi sa, o Zot sa ma shpejt bënë e kiametin, une me gjithë se jam këtu mirë në këtë vorë, du me shku atje se atje kanë edhe ma mirë. E lusim Allahun e madhrishëm që Allahu të gjithëve të në mundëson të pendohemi sinqerisht e Rabbul Alimini. E lusim Allahun e madhrishëm që Allahu të ne i falë gjunahet tona. E lusim Allahun e madhrishëm që Allahu të në bëm për atyre besimtarve që vazhdimisht e kujtojnë vdekjen. E lusim Allahun e madhrishëm që Allahu të ne fund të mirë. E lusim Allahun që gjithëve të në mundëson ta përfundojmë këtë jetë me fjalën La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Sa e që vdes me këtë fjalë, sigurisht që i në gjennet, si ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. O Allah, në mbulon me mëshirën tone, në i fal gabimet tona. O Allah, pranej lutjet dhe dhurimet tona. O Allah, mos në ngarkos as kena mundësi me bajt, e në mundëso që të vim të ti të pasër për gjunaheve tona, duke qenë në të knaqën me ty, e ti knaqën me ne. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفورا رحيما.